Myftënia e Kërçovës nesër në mbrëmje me fillim nga ora 25:10 në Qendrën për Kulturë organizon manifestimin solemn me rastin e festës së Kurban Bajramit nën moton Atmosferë Bajrami që bashkon zemrat e besimtarëve. Në këtë manifestim fetar dhe kulturor, besimtarët do të kenë mundësi të ndjekin një program të pasur me këndim të Kuranit dhe ilahi nga emra të njohur si Elesa Hasani, Azra Pajazitovska, Kori Mush nga Bosnia dhe Hercegovina, si dhe Qemal Emini. Në mesin e pranishmive do të jetë edhe kreu i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut Shaqir Fetahu. Ndërsa Bejtullah Baftiri, referenti i Myftënisë së Kërçovës për televizionin Uskana, ka apeluar te besimtarët për pjesëmarrje sa më masovike, që së bashku të festojmë një natë festive në frymën e Kurban Bajramit. Të nderuar besimtar, motra dhe vëllezër, nëpërmjet kësaj deklarate nga televizioni Uskana dua që t'ju njoftoj dhe t'ju ftoj të gjithë juve të merrni pjesë në manifestimin e Kurban Bajramit që e organizon Myftënia e Kërçovës në Pallatin e Kulturës në Kërçovë, ditën e shtunë më datë 30 maj 2026 në ora 20:15. Ne si besimtari kemi dy festa, dy bajramet. Për atë arsye, Myftënia e Kërçovës tradicionalisht me vite me radh organizon një herë në vit manifestim të veçantë të këtyre përmasave për Bajram, që besimtarët të bashkohen në një natë festive për shkak se Bajrami bashkon zemrat e besimtarëve, e të kalojnë momente të bukura, të veçanta dhe emocionale, duke ndëgjuar Kur'an, ilahi dhe një program shumë të begat. Kemi kënaqësinë që në këtë manifestim të kemi të pranishëm edhe kryetarin e Bashkisë Islame të Maqedonisë Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetain, me bashkëpunëtorët e tij, si dhe me shumë kënaqësi do ta presim edhe korin moshus, të cilët vijnë apostafat për këtë mbrëmje të veçantë nga Bosna dhe do të na kënaqin me zërat e tyre të bukur duke interpretuar ilahi të zgjedhura. Gjithashtu do të kemi të pranishëm edhe korin e Bashkisë Islame të udhëhequr nga Elesa Efendi Hasani, si dhe voglushi nga Kërçova me zërin e bukur Qemal Emini. Hyrja është pa pagesë për të gjithë burra dhe gra. Për atë arsye ju mirpresim që të merrni pjesë dhe bashkarisht të kalojmë një mbrëmje të veçantë të bukur festive Bajrami.